më lejo të them një fakt që asnjëri përsëri nuk e rikujtoi, unë po ta rikujtoj. Begeti ka marrë dëshpërblim sepse Erion Veliaj i çonte mesazh Begetit që unë do të mbyll televizionin. Tani, unë nuk e di që ka politikan në botë, që janë politikan, që t'i thoj një biznesmeni unë do ta mbyll televizionin. Pra, me ligj pa ligj unë do ta mbyll televizionin. Që do thotë as njohuri politike, as juridike, as njohuri të tjera. Thjesht ai quhet kërcënim. Është si të them unë tani që ti je i korruptuar, në rast se unë do të them që ti je i korruptuar, të ngrej tani një akuzë publike. Po edhe unë kur të vendos ty gjobë, e të them ty që ti shikoj tani nga e nesmja çfarë do të bëj unë ty, kjo quhet gjobë, kjo quhet kërcënim. Nuk është se po merr me një fakt konkret që ka ndodhur. Ka diferencë, fakti konkret të ndodhur publikisht është gjë tjetër, dhe ajo që unë të them që ty do të mbyll nesër, kjo është kërcënim, kjo është gjobë, dhe kjo nuk quhet politik, kjo quhet krim. Përveç kësaj, ka marrë gazetar dhe i ka çuar mesazh, ka dalë publike. Pra, një politikan mund të bëjë këto veprime? Pa, ai nuk quhet politikan, ai quhet kriminal. Që do të thotë zoti Veliaj e ka pisk situatën sepse ka raste të cilat ai vetë nuk i ka parë si politikan, po i ka parë në një këmbvështrim tjetër dhe ne si qytetar nuk kemi mundësi ta ndihmojmë sepse ai pikrisht ka zgjedhur vetë rrugën e vetë flijimit, vetë shkatrimit, vetë gërminës dhe në fund fare ajo që u duk nga Partia Socialiste ose nga Rilindja ishte që e lanë në mëshirë të fatit. E mbani mend ju kur folën disa deputet për zotin Veliaj, ku janë, se nuk po e dëgjoj. Alo, ku janë, as me i vend. Që do të thotë, kanë ikur, pra e lëshuan, ai nuk e ka kuptuar ende, ai jam i bindur që në këto momente nuk merr dot telefon nga policë. Nuk merr tani në këto momente më mundimi të bëjë të njëjtin gabim. E kuptoj shumë qartë gabimin fatal që bëri. Por tani ai mendon sikur të gjithë po flasin për të, por e vërteta është që akuza e rëndë që ja bërën, që nuk i bërë një akuzë tjetër akoma më e rëndë se kaq. Incineratori i Tiranës nuk ekziston. Dhe me njëherë gjetën një akuzë që ta dënojnë ose ta akuzojnë për një marrje telefonin, edhe se kur kishte marrë telefonin Yuri Kim, nuk ka problem, se Yuri Kim ishte ajo që pinte nga mjes deri në darkë kafe me Erion Velin. U takonte me Erion Velin. Dhe ajo që është e çuditshme për të gjithë ne, është si ka mundësi që Yuri Kim takonte Hametajn, i arratisur momentalisht. Takonte Erion Velin, momentalisht Burgaxhi. Takonte para se të shpate Saliu non grata. Saliun Burgaxhi. Takonte Ilir Metën para konflikteve artificiale dhe kështu me radhë Burgaxhi. Po si ka mundësi të gjithë këta kush takonte dhe kë prekte Yuri Kim, këta na rezultuan Burgaxhi. Dhe unë mendoj se telefonata që ai ka bërë është tek Yuri Kim. Pse? Se Yuri Kim nga prekja që i ka bërë që e çoi Burgaxhi, Yuri Kim e shpëton duke komunikuar me Ramën që ta nxjerrë Erion Velin. Nisur nga raportimet në media, por edhe kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha e ka mbështetur një gjë të tillë, duke theksuar që Erion Veliaj është shprehur nga burgu se ministrin që e përgjoj do ta shkrijë deri në 7 breza dhe sipas Berishës ky ministër është Ulsi Manja që i ka vendosur përgjimet brenda në qeli. Ju si mendoni, deri aty ka arritur po themi Ulsi Manja sa që të përgjoj Erion Veliaj në këtë rast? Mendoj se zoti Veliaj për shkak se ka një luftë me zotin Rama, nuk ja mban që të flasi për në emër të zotit Rama, ai merret me zotin Manja. Zoti Manja ka detyrë si ministër të
ketë një rol të rëndësishëm në mbikëqyrjen, por edhe dhënjes kontributit si ministër politik të burgjeve, por dhe jo vetëm, aty duket qartë që zoti Velia ka kuptuar që kolegët e tij brenda Partisë Socialiste nuk i ka pasur kur koleg, ka kuptuar që zoti Manja ja ka bërë këtë sepse nuk don që të lirohet Velia në çdo formë dhe çdo kusht, dhe normalisht Manja do punojë sepse është në Lezhë ai i cili kandidon i parë në listën e Partisë Socialiste dhe nuk mundet të zhgënjejë kryetarin e partisë numër 1 të Partisë Socialiste, që do të thotë Manja në këto momente punon vetëm për interesin e tij, dhe fjalitë e zotit Veliaj që do ta shkrijë me 7 breza dhe me radhë nuk ka ndonjë kuptim, sepse kur ndodhesh në burg, thjesht ke vetëm betejën e jetesës, e mbijetesës, e përballjes me drejtsinë, të cilën ti vetë ke thënë që është një drejtësi e dur pas daljes tënde në SPAK, duke thënë për kolegët sa të mirë, sa të ndershëm, sa shenjtor janë ata dhe gjithë ne jemi djalli. Pra ky është një mesazh i qartë për të gjithë ata që janë pranë Partisë Socialiste, që nuk duhet të përgëzoni diçka që nuk e keni kuptuar, sepse përgëzimi pa kuptim të sjell pasoja të rënda, dhe unë do të mbetem gjithmonë qartazi me opinionin tim që plepa 2 janë plepa 2 dhe nuk ka kurse si të më mbushi mua mendjen dikush që ata që janë të SPAK-u janë njerëz kaq shumë të mirë, kaq shumë shenjtor dhe sa nuk kanë futur njerëz në burg kot. Jam plotësisht i bindur që kanë futur njerëz në burg kot që të plotësojnë statistika, sepse aty brenda në rast se do të kesh profesionist janë diku të 2 veta, të tjerët janë o zot na rujt, sepse ata në fund fare duan të plotësojnë statistika. Që mos t'jem kaq shumë diskriminues, po vendos numrin 2 që them hajde 2 nga ata mund të meritojnë që t'jenë në SPAK, dhe gjithë të tjerët janë kot në SPAK. Ashtu është edhe për ata të cilët ndodhen në birojnë kombëtare të hetimit, nuk gjetën emër tjetër, thjesht na tregojnë birojnë kombëtare politike të asaj kohe dhe na sodhen tani birojnë kombëtare të hetimit. Imagjino sa komunista jemi edhe në terminologji. Që do të thotë në këtë aspekt plepa 2 për në mbështetjen e Partisë Socialiste, dhe kur mbështetet nga Partia Socialiste nënkupton që edhe Ulsiu ka Edi Ramën. Kur ta lëshoj Ulsiun Edi Ramën, që kanë dalë disa sinjale, por ç'a ndodh tani edhe me Ulsiun. Dilshin disa mesazhe, disa foto që ky ka bler disa vende, disa gjëra, donte me bën ai ndërtime dhe kështu me radhë, direkt i ikshin lajmet. Dilte ai skandal aty, dilte Ulsiu përpara, e mblidheshin prapë si lajm. Kështu ndodhte edhe me Erion Velin. Dilte për Erion Velin që është i akuzuar, pa e mblidheshin si lajm. Dilshin për Ahmetan e akuzuar, e mblidheshin përsëri si lajm. Pra do të thotë që është dikush i cili organizon se si do të mbrohet kryetari i Partisë Socialiste zoti Rama, dhe prandaj zoti Veliaj godet zotin Manja, por nuk godet zotin Rama, por në të gjitha rastet godet drejt për së drejtit Edi Ramën.